Pak jam e emocionume, po nuk e di, na femnat jena të forta, jena krejt I provojmë edhe prapë nuk dorëzohemi. Kështu që po vazhdoj me Gjulin, Gjuli, s'di, I'm proud with you, edhe më ke emocionu si me konë karakteri jem. Shoqër që kena si femne, gru, tëna që me na tregu që mos më dorëzu kur njëtë edhe mos më ardhë puna deri te vetvrasja, si çdo femën që dorëzohet edhe e sheh fundin e botës. Unë po emocionona ka po foli edhe ka po të shoh, po çish u ka rrugtimi jat. Paka shumë mas për mirë se keni ardhë, është kënaqësia jeme kur I kam edhe mediat e Kosovës këto të Shqipërisë e Maqedonisë. Rrugtimi normal kur s'ka qenë I lehtë, unë mendoj për çdo person që ka probleme gjatë jetës, si shkrejt na kena, dikush ka pak më të mëdha, dikush më të vogla, dikush I përjeton ndryshe, dikush I përjeton pak më afër zemrës. Unë thjesht jam shembull edhe produkti sakrificave dhe problemeve të mëdha në jetë që veç të bojnë më të fortë. E nëse një gjë unë që muj mi u thonë njerëzve kush e këshyrin këtë epizod ose këtë serial që për herë të parë po merr një kohje të re dhe nivel tjetër në shqiptari, është që kur mos më dorëzu, sepse mas çdo stuhie vjen ajo dilli që të rrezaton si unë sot shtatzon me dashni, me lumturi, me tana të mirat. Sa ka qenë e zorshme për ty normal shtatzania, injeksione që I ke marrë, ka qenë gjithmonë emocionuese apo veç ka vazhdu me u mësu vetja ose ke vendos ti truni jot me kuptu që ti ke me mbet shtatza? IVF nuk është proces I lehtë, është ndërtat proceset tjetës të më të vështira që I kom përjetu, edhe thojnë anglisht I raise my hat, e qoj kapuqin nalt për çdo gru që shkon në IVF, që është shumë e vështirë, po unë mendoj që unë jam një person që kur e bëj një synim, një target nuk ka sen që më dalon, kështu që unë e di që kam e ngel një ditë shtatzon, kam e pru një fëmijë një jetë, edhe shpresoj që edhe shumë gra që ndrojnë mu bonona me bo, ose me bashkëshort ose pa bashkëshort, po më rëndësi është që me konë plotësume në atë që morin vendim, si që jam unë. Na e pam serialin, edhe unë e besa e thash që e pash vetën, po kam qef pak e ndëgjum edhe një farë shtymjet ndaj femnave që bëne ato që ndrën edhe kur mos e dorëzoni, po për fund çka ju kështë thonë krejt njerëzve, se për një me jena shumë krenar për qëtë pjesë që e ke bo se ka pas nevoj Prishtina, Kosova, ose çdo vend që e shohin këtë serialin tënë. Një gjë që kisha dashur tonë me thonë, pa marrë parasysh ai moshkull a femën, është me besu në ato që ti dëshiron brenda teje, pa marrë parasysh ai e pëlqyeshme, pe shoqërisë, familjesh, prindve, kushdo që t'jetë, ti do të me pat aton atë dëshirën e madhe që ti kimi a dalë dhe nuk ka sen që të ndalon. Çaj është e vetmja gjë, çfarëdo që t'jetë. Që çaj është e vetmja këshill që kisha çdo njeriu, siç kum besuar në piqën kur e vogël. Kështu që njerëz, kjo është Gjuli edhe jemi me faqe e kemi, s'kam fjallë ma shumë, kështu që putje. Edhe mashallah për bebin. Faleminderit.